15 nëntor 2025. Jemi në ditën e Saturnit. Ndryshe nga një ditë përpara, kjo është një ditë me ndikime goxha më të zbutura. Orët që duhet jemi të kujdesshëm janë midis 9:08 deri në 9:44 të mëngjesit. Përshëndetje, unë jam astrologja Denisa Shyle. Do të flas në lidhje me ndikimet astrologjike që do të kemi gjatë kësaj dite. Orët që sapo përmenda janë të vështira sepse hëna është në zbrëzëti dhe gjatë këtyre periudhave ne gjithmonë kemi vështirësi për të përqendruar. Por më tepër gjatë e dite e njëjta hënë do të jetë përballë me Saturnin. Kjo shkakton probleme të rëndësishme sepse mund të veprojmë në mënyrë impulsive dhe të papërgjegjshme që mund të na lërë të hapur edhe ndaj aksidenteve. Në qoftë se jemi të kujdesshëm gjatë këtij orari, pjesa tjetër e ditës duket në përgjithësi në ndikime pozitive. Por gjatë gjithë ditës do të kemi vërtet shumë vështirësi për të përmbajtur përgjegjësive tona. Në vend që ta sforcojmë veten, këshilloj që të shplodheshim dhe të argëtoheshim. Duke qenë se java në vazhdim është vërtet shumë sfiduese, do të na duhet një ditë e tillë për të mbledhur fuqitë e nevojshme në mënyrë që të kalojmë sfidat që të përballemi. Mund të zgjedhim që të kalojmë kohë me persona të cilët na bëjnë që të ndihemi të qetë, të lumtur dhe të jemi vetvetja. Kjo sepse do ulë në mënyrë të dukshme trysnin dhe mund të shprehemi ashtu siç na vjen, pa patur nevojë për të kryer filtra, të cilat gjatë dite mund të bëjnë vërtet shumë të lodhshme. Gjithsesi, duke qenë se aventurat gjatë dite mund të na shpijojnë në rrugë të rrezikshme, do të këshilloj që të kalonim kohë ose të udhëtonim në vende të cilat i njohim mirë. Faleminderit të gjithëve dhe më ndiqni për informacione të tilla në lidhje me astrologjinë dhe mirëjetë.